Nesër bëhen 2 muaj prej kur ky kuvend e ka votuar qeverinë e Kosovës. Këtë kabinet, i cili përbëhet prej 19 ministrive dhe 2 zavendës kryeministra, pra i ka 21 anëtar të kabinetit. Përderisa nderuar deputet na kanë mbet veç edhe 17 ditë deri tek shpërbërja e këtij parlamenti. Dhe ajo që kishte me qenë një konkluzion i imi i përbashkët edhe për qeverinë, po edhe për punën në kuvend, është se kjo qeveri e ka bloku Kosovën, prej prodhimit të krizave të një pas njëshme. A ka logjik me funksionu një qeveri që 2 muaj pa një program politik, pa një program qeverisës, pa një diskutim për politikat qeverise publike të cilat qytetari Kosovës do në me ndëgju e ne si përfasues të tyre dojmë me debatu me këtë kabinet. A ka logjik që 17 ditë i kanë mbet këtij kuvendi për me arrit deri te marrëveshja e presidentit dhe vazhdon në mos të madhe një performancë publike për një konsum politik pa arritur asnjë zgjedhje. Pra e shoh bukur problematike situatën kur krizat janë mbi emri qeverisë. Pra për mendimin tim, kjo qeveri e ka anin qeveri e mbi emrin e ka krizë një pas një. Është e palogjikshme. Dikush që ka qenë ministër që 5 vjet, dikush që është ministër tash, edhe vetë mos me lyp në komision në orë me prezentu një plan 10 pikë se që e kam plan me bo. Apo kretë këtë ushtrim që po e bojmë, edhe këtu në kuvend, edhe me rendites, edhe me hyrjen e ligjeve, pa procedur, e kanë vetëm në qëllim, me u bu platformë, edhe njëre një porë zgjedhjeva. Jo bre, kolegë ministra që ja, këtu që jeni e dashur deputet, kjo është shifet prej aeroplani, që qëllimi është mos me ardhe i të zgjidhja, problemi është me ndërdu blokod, me shku zgjedhje edhe një farforme me normalizu funksionimin e shtetit me qeverin detyrë e me institucione të cilat shkojnë vit pas vitin zgjedhje. 4 herë me shku në zgjedhje vitin e ardhshëm, rrezikojmë me shkuë edhe në një palë zgjedhje, rrezikojmë bavaki me shkuë edhe në një palë zgjedhje. Çfarë përgjegjësie politike është kjo? Thras qeverin që urgjentisht të sjell para këtij kuvendi një program politik me po nuk është qysh me një naq deputet me një media për një platformë 200 milionëve me një e mos me debatu në këtu përpara. Kjo është totalisht e papërgjegjshme edhe në fakt s'ka lidhje absolutisht me konceptet qeverisjes.